Ky emision mundësohet nga Telkos, Bruno. Dashur shikues, ju prindër dhe fëmijë, mirë se erdhët edhe në këtë edicion të rritës. Si çdo herë tjetër, do të sjellim materiale nga terreni e 2 intervista në studio, ku gjithmonë trajtojmë tema shumë e rëndësishme për familjen dhe mirëqenien e zhvillimin e fëmijëve tonë. Edhe sot do të diskutojmë tema shumë të rëndësishme. Në pjesën e parë bashkë me avokatin dhe psikologën do të diskutojmë për dhunën në familje. Si i mbron ligji fëmijët të cilët përjetojnë dhunë, cilat janë pasojat dhe shumë detaje të tjera do t'i ndajmë në intervistën e parë. Ndërsa në pjesën e dytë do të kalojmë tek sport dashësit. Një familje, babai bashkë me nipin dhe djalin vjen në studio për të ndarë eksperiencën e tij në futboll, karrierën e tij të gjatë, karrierën si profesor i edukatës fizike, talentin që do ta shfaqin të 2 fëmijët sot në studio e shumë detaje të tjera do t'i keni mundësi të ndiqni në vazhdimsi. Por si fillim pa e prezantu rubrikën që gazetari Rritës në ka sjell nga terreni, po ndalim për një falëndrim veçantë për sponsorët tanë. Janë ata të cilët janë pjesë e rrugtimit tonë qysh nga fillimi. Është Bruno Air. Në një treg, gjithnjë e më konkurrues, ku premtimet për cilësi shpesh mbeten në letër. Bruno Air ofron 10 vite garanci të plotë për modelin Bruno Air -30 gradë Celsius. Është rrjeti Telkos, dashni lidhje të parë. Me rrjetin dhe internetin më të mirë në vend e po ashtu me shërbimin kabllor tepër të pasur. Në rast se doni shërbim tepër kualitativ, zgjedhni Telkos. E tani ka momenti i rubrikës që gazetari Rritës e ka sjellë nga terreni, shohim se çka na ka sjellë sot dhe kthejmë pas pak me intervistat në studio. Vera është stina kur fëmijët zgjejnë edhe më shumë hapësirë kohore për gjëra që duan. Kësaj shumë qendra sportive kanë filluar edhe organizimin e shkollave verore për të plotësuar dëshirat e fëmijëve në sportet që duan. Qendra sportive Omni këtë verë e ka filluar shkollën e gjimnastikës. Krahas ushtrimeve të rregullta që ofron në këtë sport, tashmë edhe verës ka shumë të interesuar që po ndjekin hapat e parë në gjimnastik. Qendra Omni Sport funksionon tash 10 vite, domethënë, aktivitete ditore, edhe aktivitetet verore që organizohen çdo vit për periudhën korrekt dhe gusht, pak më shumë qef, edhe me i majtë fëmijët në aktivitet fizik edhe gjatë periudhës kur janë pushime prej shkollave. Aktiviteti veror tash sa po ka fillu, domethënë kjo javë është veç fillimi, ka interes të fëmijëve, ka prind interesum si për fëmijët ashtu edhe për vete me ardhë me i shfrytzu pajisjet këtu, po fëmijët si çdo verë i kemi numër shumë të madh në aktivitetet verore. Menaxherja e qendrës sportive Mimoza Osmani tregon se si filloi zhvillimi i gjimnastikës në qendrën e tyre. Gjimnastika do të thotë na ka fillu si kërkesë prej fëmijëve, që ka pas periudha kur kanë ardhur me telefon, me iPad të na dhe kanë thonë po marrë me mësu çet element gjimnastikor. Nuk e kemi fillu për gjimnastik konkretisht, mirë po qëtash kemi numër shumë të madhe dhe të fëmijëve garus që marrin pjesë në garat gjimnastikës. Tjetra janë aktivitetet që me i majtë fëmijët fizikisht aktiv, që janë thuja se bazë e çdo sportit, cilat mësohen hapa shumë të hershëm, të fillu prej moshës 4 vjetë gjysë deri në 16 vjetë. Edhe i kemi aktivitetet që i zhvillojnë klubi i skimit, Ski Prishtina, ushtrimet e forcës që gjatë periudhës kur nuk janë skim, nuk janë informale, janë sallë të natë duke u përgatit për sezonën e ardhshme. Mimoza tregon se si një nën edhe veti ka vërejtur benefitet që ka gjimnastika tek fëmijët e saj. Unë që ka muj me fol për 2 fëmijët e mi që janë këtu tashe 10 vite domethënë edhe që dallojnë, janë definitivisht fëmijët që janë aktiv në sport, dallojnë prej fëmijëve tjerë. Kanë tjetër mendësi, hajnë tjetër ushqim, flajnë ma mirë,
janë ma të fortë fizikisht, rrinë ma pak në telefon edhe në televizor, flajnë ma herët. Mimoza ndihet e lumtur që klubi për një periudhë të shkurtër ka arritur të marrë pjesë në gara të ndryshme. Klubi gjimnastikës funksionon që 6 vjetë në sport. Kryesisht fëmijët që janë pjesë e klubit janë fëmijë që kanë ardhur për çefit, kanë tregu aftësi të mira edhe trenerët kanë filluar me u marrë intensivisht, kanë kaluar në ekip të klubit edhe tashmë janë garuese super të mira, janë 4 vajza që janë rregullisht në përgara, edhe jashtë Kosovës, edhe mbrana Kosovës, që kanë medalje, janë të rendituna super mirë, do me thonë, të marrë parasysh periudhën e shkurt që funksionojmë si klub. Prindrit i shkon mirë, mos me pritu, me i pru fëmijët në aktivitete sportive, do me thonë, veç në qendrën tonë, sot organizohen edhe aktivitete tjera, me i majtë sa ma gjatë në aktivitete sportive për shkak se dallojnë fëmijët që rritën me sportin. Tjetër disiplinë kanë fëmijët që shkojnë edhe merren me aktivitete sportive qysh herët. Mos flasim për benefite tjera që kanë tjetër konstrukt trupit, ndryshe flajnë, ndryshe funksionojnë. Shkolla verore, aty ku fëmijët po gjejnë rekreacionin edhe gjatë verës, përfshin aktivitete çdo ditë nga 2 orë. Aktivitetet ditore realisht që i kemi, të zakonshme që i quajmë, janë çdo ditë. Qendra është e hapur çdo ditë. Ka fëmijë që ushtrojnë 2 herë në javë dhe ka fëmijë që vinë 3 ose 4 herë gjatë javës. Aktivitetet standarde janë 1 orë gjatë ditës, për shkak se fëmijët janë ngarkuar nëpër shkolla, nëpër aktivitete tjera. Nuk guxojmë i mbi ngarku tash mas dite edhe ekstra me sport. Që për dallim prej tyne, këto veroret janë aktivitete 2 orëshe që zgjatin gjatë ditës edhe janë çdo ditë. Do me thonë jo 2 herë, 3 herë në javë, por çdo ditë aktiviteti gjatë verës. Fëmijët zakonisht që janë pjesë e aktiviteteve verore, kur fillojmë në anë shtator me aktivitetet e zakonshme, atave që janë tjetër nivel. Për shkak që saj aktivitetin të shtuar, orës ekstra që ata e bojnë gjatë verës. Për ndryshe, na funksionojmë gjatë gjithë vitit. Prej shtatorit kthehen prap aktivitete standarde edhe qendra nuk mbyllet asnjëherë, do të thotë sikur gjatë verës që jemi të hapur konstant edhe gjatë dimrit. E disa nga vajzat që ushtronin tash e disa vite aty ndan me ne përvojat e tyre. Unë jam Rene Gjambose dhe kam 19 vjetë. Që sa vite ke fillu me gjimnastik? Që 8. Tregom pak se në ka lindit e japë me fillu. Unë kam fillu kërë kam pa motrën teme të ushtru, edhe bashkë me shoqet e saj, edhe kam fillu. Kosovë kam marrë vend e 3-ta, ka njerë dhe 2-ta, edhe jashtë vendit, në Itali për shembull kam marrë vendin e 3-të. Unë vrejtë se më kanë ndihmu ma shumë më ma fort, edhe kam bërë shumë shoqja këtë. Pse ke zgjedhur të kryesh këtë lloj sporti? Unë kam gjetur gjimnastikën se më ka pëlqyer shumë ushtrimet edhe trenerat. Unë jam Buna Berisha, i kam 12 vjetë. Që sa vite merresh me gjimnastik? Unë merrna se 6 vjetë gjithashtu. Tregom se ke zgjedhur këtë sport? Unë më sporja kam nis për familjarëve, se në familjarë janë ja kënë qëtë. Ata në më ka pëlqyer qa bëj kaje edhe kom zgjedhë se gjithë gjimnase ka bërë shumë elegancë dhe më ka dëkë shumë sportime. Unë në Kosovë kam marrë shumë medalje, vend e 3-ta, 2-ta, kam marrë edhe më shumë për studi, edhe më ka pëlqyer shumë se jashtë vendit jem shku me klub edhe jena argëtu shumë edhe më ka pëlqyer që kena bëhu, kam marrë medalje, edhe më menoj që fëmijët e tjerë morë me gjimnastik, se është mënyrë që mu shprej me të rëpë edhe gjithë fëmijë mënët me nëse si pëlqen, po menoj që shumë fëmijëve mënët mi pëlqy. Gjimnastika mbetet njëra nga sportet më të dëshiruara që po tërheq fëmijët edhe gjatë stinës së verës. Dhuna në familje nuk lë pasoja të drejt për drejta vetëm tek viktima, janë fëmijët ata të cilët mbartin pasoja të heshtura për vite me radhë, të cilat këto pasoja ndikojnë në zhvillimin më tutje të përgjithshëm të tyre. Si mbron ligji fëmijët në raste të tilla, cilat janë pasoja të
Do të diskutojmë këtë temë shumë të rëndësishme bashkë me mysafirët në studio. Kam kënaqësinë që sot me mua është zonja Fatime Sopjani Mejzini, psikologe. Mirë se erdhët në Rit. Se ju gjej, faleminderit shumë. Po ashtu e kemi edhe avokatin zoti Agron Hoti. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, faleminderit. Në hyre e ditëm do më thonë se çka do të flasim, do të diskutojmë sot. Tregomni pak si fillim, po e nisi me juve. Si ndikojnë do më thonë ato pasojat në zhvillimin e përgjithshëm tek fëmijët? Absolutisht, patjetër që ndikon te fëmija dhuna, ndoshta edhe më shumë dhuna psikologjike se sa ajo fizike. Trauma mundet me qenë shumë e gjatë, varet sa ka qenë trauma e thellë. Gjithmonë konflikti nuk është mes dy të rritërve, vetëm mes dy të rritërve kur prezent është edhe fëmija. Edhe është mirë me u mundu prind sa ma shumë me menaxhu situatën ose konfliktin pa dhunë. Për të mirën e fëmijëve, se pasojat mundet me qenë shumë të ndaja. Tanë më mirë, po nëse ndërhyrja është me kohë, atëherë pasoja gjithmonë është ma e vogël. Do të thonë, për me u traumatizu një fëmijë, a mjafton që vetëm ta shoh dhunën? Mjafton edhe ta shoh, pa u prekur fizikisht. Mjafton edhe dhuna që e sheh, si kur fëmijë, me pas pasoja shumë të ndaja traumatike. Edhe tashmën edhe në tardhmen po se po nëse nuk mirën hapat e duhur me kohë, atëherë tardhmen ka me qenë shumë atë vështirë. A është e shërueshme, po patjetër. Nuk është e pashmangshme. Mirë po krejtën varet sa ti jep mbështetje edhe kërkon ndihmë profesionale. E qartë. Zoti Hoti, kur në një familje ka dhunë, cili është hapi kryesor që duhet ta ndërmarrin institucionet? Hapi i parë që duhet të ndërmarrin në këto raste të dhunës institucionet është që të sigurohet viktima, të neutralizohet agresori, të ndërmarrin hapat e nevojshme që edhe matutje viktimat këtë siguri, përkatësisht që të njoftohen organet e rendit, prokuroria, gjykata, qendra për punë sociale, mandej varësisht prej rastit dhe situatës, në qoftë se në dhunën kanë përjetuar edhe fëmijët, edhe në atë rast duhet të sigurohet edhe që edhe fëmijët kenë trajtim me njëhershëm dhe adekuat. E qartë. Zonja Fatime, cilat janë ato shenjat e para që ne mundemi me vrejtë që një fëmijë po përjeton dhunë? Varet sa është e thellë trauma, mirë po sjelljet ose tërheqje nga të tjerët, agresivitet, ullje e vetëbesimit, marrëdhënie vështirësi me të tjerët, rënje në nota, edhe shumë faktor tjerë ka. A mundet që një traumë të tillë një fëmijë mos ta shprekur, do të thënë të jetë një si traume e heshtur komplet? Ndoshta mbyllet shumë në vete. Me u tregu drejtën edhe rastet më prekse janë kur fëmijët janë të heshtur. Edhe kjo na mëson që shumë herë duhet me mësu edhe me kuptu heshtjen e tyre se sa sjelljen, edhe më shumë se sa fjalët e tyre. E qartë. Edhe është shumë e rëndësishme për prindin me kuptu sjellja, shpesh e etiketojnë, është fëmijë problematik. Në fakt nuk është problemi që është fëmijë problematik, po fëmija po tregon diçka me sjelljen e tij. Me sjelljen e tij agresive ose jo adekuate ose nuk bindet. E qartë, do të thonë këto janë disa prej shenjave që mundemi me i vrejtë secili. Secili. Po, zoti Hoti, a konsiderohet viktim edhe fëmijë që vetëm e dëshmon dhunën? Patjetër që edhe fëmija i cili ka ndenjur ose është gjendur në një ambient ku është shkruar dhuna, patjetër që edhe ai ka pësuar dhunë psiqike, po ashtu sepse dihet se tek fëmijët dhuna është lëndë plaga të padukshme, andaj patjetër gjithsesi një fëmijë konsiderohet si viktim edhe nëse ndaj tij nuk është ushtruar dhunë fizike, por ndaj antarit të familjes dhe i njëjti e ka përjetuar. E qartë, po du me fol pak edhe për hapat më tutje. Kur vendoset për shembull prej ligjit që një fëmijë të largohet nga shtëpia, nga një shtëpi e dhunshme realisht? Largimi nga shtëpia është masa e fundit që mirët ndaj një fëmijët dhe atë kur gjykata e vëren se një gjë e tillë është e domosdoshme dhe nevojshme, nga se nuk mund të evitohet në asnjë mënyrë rreziku me ndonjë masë më të lehtë që parashihet me dispozita ligjore. E qartë. Po çka ndodh me këta fëmijë më pastaj?
Me fëmijët zakonisht në varësisht prej mundësisë dhe në qoftë se prindi tjetër i cili vazhdon të kujdeset për të është i gatshëm dhe ka mundësi që të kujdeset, normalisht fëmija i besohet prindit i cili ka mundësi të kujdeset, por kemi raste fatkeqësisht kur prindi nuk mund të ofroj kushte për mbajtjen e fëmijët, andaj në rastet e tilla do të dërgohen në qendër për punë sociale dhe të kujdeset qendra për punë sociale. E qartë. Zonja Fatime, sipas aspektit psikologjik, a rezulton që një fëmijë që ka përjetuar dhunë ata shfaq në të ardhmen tek të tjerët? Po, patjetër. Edhe është e dhimbshme se fëmiu e mëson atë model sjellje, edhe i duket mëse normale, mirë po. Nëse mirën cika dhe më herët, nëse mbështetja është e duhur, nëse kërkohet ndihmë profesionale, evitohet. Nuk është diçka e pashmangshme. Kur duhet kërkohet ndihmë profesionale? Momentin që fëmia izolohet, momentin që fëmia nuk bindet, ka sjellje jo normale. Atëherë patjetër duhet me kërku ndihmë. Prind, konfliktet mes vete kur i kanë, nuk është konflikt vetëm mes dy të rriturve. Patjetër që mos e minimizoni situatën ju si prind. Duhet me fol me fëmijë. Duhet se patjetër ka me pas pasoja një fëmijë që është duke u rritur në dhunë familjare. Me qartë. Po edhe në rastet kur prindrit kanë konflikte, po besoj që fëmijët janë ata që e fajsojnë vetën. A ndodh kështu? Ndodh edhe që e fajsojnë vetën, edhe është shumë e dhimbshme. Kur fëmiu e fajson vetëm për diçka që nuk është e tij mirë, po truri i tij e përjeton si kërcënim real situatën që e sheh, dhunën që e sheh. Edhe ajo është një prej faktorëve pse fëmia e konsideron veten fajtor për situatën. Se e përjeton çdo ditë atë situatë, edhe për to është kërcënim real në trunin e tij. E qartë. Edhe mundohet mi jap kuptim asaj çka e sheh. Zoti Hoti, çka ndodh me partnerin që ushtron dhunë ndaj gruas ose ndaj fëmijës? Po mërdite në institucionet përkatëse ndërmarrin masa, fillohet procedurë ndaj tij, mandej zakonisht me kërkesën e prokurorit, edhe caktohen zakonisht masat si masa e paraburgimit, mandej janë masa tjera të cilat janë varësisht prej rastit rezulton edhe me masat përkatëse, mirë po rëndëm janë paraburgimi, është ndalimi për t'i ofruar viktimes, largimi nga banesa ose objekti ku kanë jetuar dhunuesi dhe ushtruesi i dhunës dhe viktima. Këtu janë disa nga masat që ndërmirën. Okej, a ka raste kur prindi i dhunshëm vazhdon të atakojë fëmijën edhe pas masave të cilat janë përcaktuar? Po, ka raste, normalisht se ligji venci ka parapas çdo herë një alternativë, mirë po rastet e tilla janë vetëm me vendim të gjykatës dhe kur atëherë gjykata është bindur dhe vlerëson se nuk ka rrezik për fëmijën, mirë po ky takim do të bëhet çdo herë nën mbikëqyrjet e organit të qendrës për punë sociale. E qartë. Zonja Fatime, çfarë gabime zhvojnë prindrit më shpeshti pas një rasti dhune? E cika dhe ma herët, kur e minimizojnë situatën. Do të thonë kjo është gabim. S'ka ndodhur asgjë, në klapa, nuk flasin me fëmijët, edhe patjetër që kanë me qenë pasojat. Unë e mendoj, sidomos pika që nuk flasin me fëmijët edhe minimizojnë situatën, e rëndon shumë situatën. Sigurisht, edhe pjesa ku nuk kërkojnë, ndoshta edhe pjesa ku nuk kërkojnë ndihmë është e padiskutueshme, se sa ma herët kërkon ndihmë profesionale, aq ma mirë është. Se pasojat janë ma të vogla, normal. E qartë. Edhe rikuperimi është më i lehtë. Sigurisht. Se në të ardhmen mundet me pas pasojat të ankthit, depresionit. Shfaqjen e dhunshme. Po mundet me zgjatë më shumë koha e rikuperimit. E sa ma herët, aq ma mirë, mirë po prapë kena shpresën edhe atë pozitivën që edhe ma vonë edhe ma herët nuk është që është e pashmangshme. Me rëndësishme është që ashërohet po patjetër. E qartë. Po në rastet e ju janë praktika, keni pas ndonjë rast të tillë që ju keni trajtu ose ndoshta që të ka prek ty edhe vetë? Une nuk është që kom punu me fëmijët, po kom pas raste kështu kur jam taku, kom pas fëmijë, kom pas vajzë që ka jetu në dhunë.
edhe e përgëzoj qendrën për punë sociale, për punën krejt që ka e kam bu. Edhe vajza Pa rasti ka qenë kjo? Ka qenë rast më i ndihshëm diçka? Rast shumë i ndihshëm, ku baba ka qenë i dhunshëm jo vetëm me bashkëshortën, po edhe me fëmijët. Me thonë ka pas dhunë edhe ndaj fëmijëve, edhe vajza u rrit. Për sa vite më radhë ka shku kjo? Kur ka dalë, kur këta kanë kërku ndihmë nga shteti, kjo ka qenë 18 vjeçare. Wow. Realisht Edhe gjitha jo normal mosh. që pasojat kanë qenë më të mdoja, kanë qenë shumë e tërhequr, jo komunikative, edhe rastet që fëmijët janë tërhequr më prekun mas shumëti. Fëmijët që nuk flasin, më prekin mas shumëti. Po dhe kjo lidhet, po dhe kjo lidhet automatikisht edhe me atë pjesën që pse shumë raste të dhunës nuk adresohen. Edhe pse si popull jemi vedisu me vitet e kalume, por prap kemi raste që ndoshta kalojnë shumë vite, ndoshta nëna në raste të tilla është ajo e cila e minimizon, i kursen fëmijët, qëndron shkaku i fëmijëve, po sa ju ndikon kjo krejt fëmijëve? Pse nuk adresohen se fillim ta trajtojnë? Po, ka njerë është mirë, nana nëse po rrin me një dhunë familjare, me po rrin për hatër të fëmijëve, me këthy, a është në shtandarja ma e mirë për hatër të fëmijëve. Do me thonë e njëjta arsyeve që mirë po, a kam pas arsye edhe që s'kan reagu, po kam pas pa tjetër. Mbështetja u ka qenë na e dim krejt. Për fat mirë, tash kanë fillu me ndryshu gjanat, po mbështetja ka qenë shumë e vogël. Mandej, pika e psikologut ose psikiatrit ka qenë këgjate me rondë, me shku dikush të psikologu ose të psikiatri e aq ma shumë bashkëshortja, edhe pse ka qenë edhe unume, ka qenë stigmatizume, shkoj të psikologu se s'është mirë, ose shkoj të psikiatrit se apeshet që nuk është mirë. Edhe a i dhunshmi din me manipulu mënyrën më të mirën. Sigurisht. Direkt po e lidhi këtë pjesën me rastin e fundit që e cike që ajo vajza ka qëndru goxha gjatë, të me thonë, një familje të dhunshme. A ke pas ndonjë mundësi edhe ti vetë personalisht me i ndihmu asaj, profesionalisht? Po, i kam ndihmu, edhe tash është shumë mirë, është sistemu. Kjo punë është para 4-5 viteve, tash është në përfundim diplomimet. Ka kalu gjithçka, nuk don me pas komunikim me babën e vetë, nuk don me taku. Edhe kena ardhur në përfundim që derisa kjo të ndihet mirë, me taku, babën me taku. Për ndryshe se a i ka shfaq shenja pendese, kështu normal, mirë po... Sa e ndërteta këto shenjat e pendesës? Sa e ndërteta, pikrisht. Mirë po qka është konkret e rëndësishme që vajza është mirë, edhe ka kalu që ajo, tash është e fort emocionalisht, shumë është e rëndësishme emocionalisht mu forcua i fëmijë që rritet në dhunë. Po kthejmë dhe se zoti Hoti, cili është një prej rasteve që ju vendoshta ju ka prek realisht ma shumë? Ndonjë rast me ndonjë fëmijë që ka pritur dhunë të madhe, që e keni trajtu ju vetë personalisht? Për shkak të konfidencialitetit edhe ndjeshmërisë të rasteve nuk mundet... Jo, nuk kemi nevojë me ndo emra. Mirë, po ju kuptoj. Ka raste tilla zakonisht kur fëmijët janë pjesë e dhunës sistematike dhe përjetojnë dhunën siç e bisedum edhe më herët, siç bisedoj edhe kolege ime psikologe. Në ato raste kur ndër vite fëmijët janë pjesë edhe rriten me një frymë dhe në ambient ku ushtrohet dhunë dhe nuk lajmërohet si rast, nuk iniciohet si rast, aty janë rastet për mua më të ndihshme. Pastaj, për të ndëlidhur edhe me kolegin time, e cila çdo herë referohet se viktima është, merr shembull se viktima është vetëm femra ose gruaja, në praktik tash është një dukuri shumë e shpesh që viktim mund të jetë edhe burri, do të thotë bashkëshorti. Po, patjetër. Po edhe Ne neglizhojmë këtë rast. Sepse kjo çështja e dhunës është koncept major, pikërisht siç është major edhe familja. Do të thotë familja nuk nënkupton bashkëshortet dhe fëmijët, mirë po ne kemi një rreth më të gjerë të familjes. Edhe shpesh ndodh që dhuna të ushtrohet edhe ndaj nga agja, bashkëshorti, apo antar tjerë të familje, sepse është temë më e gjerë. Mirë po, përveç kësaj, edhe rastet më ndihshme që kemi pas kanë qenë rastet kur ta zam ushtruesi i dhunës nuk ka
qenë në gjendjet mirë, mendore, emocionale dhe ndër vite nuk ka shtruar dhunë ndaj familjes, ka qenë prind i kujdesshëm, mirë po me kalimin e kohës për shkak të rrethonave dhe të moshës ka kaluar në atë gjendje. E në këtë rast çdo herë unë nuk jemi këtu për ta mbrojtur ushtruesin e dhunës. Mirë po në qoftë se punohet me të dhe ka qendra për trajtim të detyrueshëm, ka që dallojnë janë qendra trajtimit detyrueshëm, rehabilitimit psikiatrik në liri dhe në institucion korrektues. Fatkeqësisht, mungesa e këtyre institucioneve dhe vendeve, ambienteve e penalizon edhe ushtruesit e dhunës që të rehabilitohen dhe në të ardhmen mos përsërisin kryerjen ose ushtrimin e dhunës. Andaj, kemi raste të cilat edhe këto raste më prekin pavarësisht se unë mbroj edhe klient i cili ka ushtruar dhunë, mirë po për shkaqe dhe natyrë, si thash më herët, psikologjike, probleme emocionale, nuk ka trajtim adekuat, detyrohet që dërgohen në paraburgim dhe paramendon se si ndikon në aspektin psikologjik kur një ushtrues i dhunës i cili është në gjendje të rëndë mendore dërgohet dhe mbahet në paraburgim. Çfarë efekti do të kishte ajo për të, përveç se efekt negativ dhe ndikon që ndoshta vetëm të rritet volumi i Sigurisht, dhunës. sigurisht. Po ndalemi pikërisht këtu, na jep një mendim edhe psikologja në këtë aspekt. Pse mendon që ndoshta nuk i kushtojnë rëndësi dur edhe dhunuesit në raste të tilla? Pse ndoshta nuk Peshtë me pas kanë gjitë kolegut, kur tha për dhunën, patjetër që edhe mundet me pas dhunë edhe ndaj burrave, atë nuk e mohoj. Mirë po unë s'kom has asnjëherë në rast kjo si advokat me siguri, po, mirë po unë nuk kom has asnjëherë në rast kur burri ka pas ose bashkëshorti ka pas dhunë. E për atë nuk e ceka, faleminderit që kë prap e ceka dhe unë e pranoj që patjetër tash në kohën e tashme mundet edhe burri me pas dhunë, s'paku dhunë psikologjike nga bashkëshortja. Mirë po, unë nuk kom has në asnjë rast. Nuk e pas Nuk me folë për diçka që... Sigurisht që në numër nuk krahasohen, sepse numri më i madh është tek gratë që janë të numër. Shoqnin tonë femra ka qenë, gjithmonë ma e dhunume. Tash që kanë ndryshu pak rrethonat është diçka tjetër. Mirë po tash prap me përqindje, kush është ma e dhunume, gjithmonë ka me dalë femra dhe pasojat të fëmijët. Sigurisht, ndoshta kjo mundet me u lidh tek dhuna psikologjike që e përjetojnë ndoshta burrat më shumë. Tek pjesa tash që përjetojmë kohën moderne, rrjetet sociale, krahasimet cilat i bëjnë, jo shoqja ka shku në atë pushim pse ne nuk po shkojmë. Ndoshta këto janë raste që mas shumti bashkëshortët përjetojnë dhunë psikologjike. A mendoni që edhe rrjetet sociale mundet me qenë edhe një prej faktorëve? Mundet me qenë, mirë po edhe një herë me qenë se kemi pas edhe raste në praktik, kemi pas raste kur edhe bashkëshorti është dëmtu edhe është sulmum fizikisht, mirë po e kuptoj kolegen që nuk ka trajtim në raste të tilla për arsye se ndoshta tek ne mendësia jone e cila do të ndryshoj, burri e ka atë në atë aspektin është më ndryshe edhe nuk mundet me kërku trajtim tek psikolog apo psikiatër, edhe pse një gjë të tillë duhet ta kërkoj pse jo edhe burri kur është sigurisht. Dhuna nuk tolerohet asnjë person, pavarësisht gjinisë, racës. Por ndoshta është edhe kjo pjesa që burrat nuk e adresojnë shumë dhunën? Nuk ja adresojnë, thatë mirë se ndodh kjo? Ma tepër është në aspektin se përjetojnë dhunë psiqike, për shkak se tash me modernizimin edhe me rrjetet sociale tash po shohin gjona ndryshme, po shohin vendet ndryshme, edhe ajo egoja edhe dëshira e gruas për të përjetuar ato si që përjetojnë të tjere. Tash falë që po ndërhyj, po edhe sa mundet me qenë dhunë psikologjike për shembull tash, a din se tash e merr me drejt kërkesën që e bën bashkëshortja. Po, jo jap. Do të mundohem të jap një përgjigje shumë konkrete me atë se çfarë po thoni ju, po është dhunë psiqike për arsye se
kur hymë me një marrëveshje, kur hymë me martesë, ajo është një marrëveshje. Ne do të pranojmë personin ashtu siç është, pa kushte. Dhe kur njoftohemi me personin, çdo herë i dim kushtet dhe mundohemi që të dytë bashkëtorët së bashku të krijojnë një jetë më të mirë. Edhe në qoftë që kjo jetë nuk mundet me u siguru jo për fajin e bashkëshortit dhe insistimi bashkëshortës se dëshiron të frekuentoj ato vendet ose ato që frekuentojnë ata të cilët kanë mundësi, do të thotë patjetër që pa diskutim është dhunë psikologjike, për arsye se duhet ta kuptoj bashkëshortin për atë çfarë mundet dhe çfarë ka mundësi, se secili e dim se çka ka mundësi dhe sa mund të na dhuroj diçka bashkëshortja ose bashkëshorti përkatësisht, sepse na jetojmë me 24 orë me të njëjtin edhe e dim se sa ka kapacitete për të na plotësuar dëshirat ose sa kemi për t'u plotësuar. Tash më fal për ndërhyrjen, tash e preku tamam pikën kryesore. Cila është? Do me thonë pika kryesore është kur dy veta takohen edhe vendosin për martesë. Unë mendoj që përgjegjësia është, nuk e marrin përgjegjësinë e duhur. As bashkëshorti, as bashkëshorti. Nuk është martesa veç një kontratë. Sigurisht. Tek i fundit ajo në letër nuk është një nënshkrim, nuk është kur gjohë që ka. Sa është e rëndësishme, sa pe pranon ti bashkëshortin me krejt që ato që ka i ka, edhe ai sa po të pranon ty. Nëse ti se ki ofër dikon që kemi kalu çdo sfidë me ta, atëherë ku? Qatë qëllim që e ke njës, që aty kime përfundu. E përqita, e përgëzoj se e preku pikën kyqe, ose pikën kryesore, që krejt tani këto pasoja vinë, prej që asaj pikës në fillim që s'ka qenë. E qartë. Për shkak minutazhës të limitume që e kemi, krejt për fund një pyetje du me au bos secilit. A mendoni që janë dënimet e mjaftueshme që u jepën dhunuesve, që ushtrojnë dhunë ndaj fëmijëve, ndaj familjes së përgjithësi? Zoti Oti. Po, faleminderit. Dënimet janë të mjaftueshme, mirë po vlen të theksohet se duhet të punohet më tepër për punën, bashkërendimin, koordinimin mes policisë, prokurorisë, si gjykatës dhe qendrës për punë sociale. Dënimet janë të mjaftë të barazpeshuara me peshën e veprës, zakonisht sepse parashihet minimumi që parashihet për veprën penale, dhunën në familje, është dënim me gjubë dhe dënim me burgim deri në 3 vite. Mirë, po kjo por kemi raste ku edhe viktima, do me thonë ka raste kur kanë përfunduar dhe të vrara gratë. Po, dhe për familje. dal nga dal dhe ndëlidhëm edhe aty. Dhe për këtë arsye, çdo herë institucionet do të punojnë në parandalimin e dhunës, jo në kurimin e dhunës, jo në ndeshkimin, se qëllimi i ligjit nuk është ndeshkimi, ta ndeshkoj ushtruesin e dhunës, por ta rehabilitoj, ta kthej në pozitën i cili do të shërbejë në shoqëri si një familjar, si një prind i mirë. Andaj, rastet cilat kanë përfunduar me vrasje, zakonisht janë ato raste kur edhe institucionet i kanë neglizhu adresimin e dhunës tek ata. Unë e kisha mendu një këndveshtrim ndryshe, për shkak të përvojës dhe praktikës që kam si avokat, e shoh një këndveshtrim ndryshe. Mirë, mund të jetë edhe neglizhimi. Mirë, po ma tepër është neglizhimi i trajtimit të ushtruesit të dhunës, siç e ceka edhe më herët. Për arsye se personat të cilët ushtrojnë dhunë, o kanë probleme mendore, o janë të provokuar aty për aty dhe nuk mund të përmbojnë veten dhe shkojnë. Si janë të provokuar? Mundet prej qastit, prej momentit, prej ndoshta prej presionit, prej gruaja në rastin e tillë është fajtore, ose sepse po e provokon dhunën. Po. Mund të jetë edhe ajo, mund të ajo dhunat psikologjike që e përmendu, mirë, po jo vetëm të gruaja. Unë thash edhe antarët e tjerë të familjes, na po flasim për konceptin e gjerë. Këtë rast ne po e lëjmë fajtor viktimën. Në asnjë mënyrë. Mirë, po nuk po e arsyetoj unë pse ndërmirët aja. Unë po e tham se si vjen deri ajo. Ka raste kur provokohet. Provokohet, mirë, po pavarësisht se provokohet, janë mënyra tjera që njeriu është i rritur dhe duhet të di ta menaxhoj. Po, duhet të di ta menaxhoj.
dhe me letë është që të kërkohet në distancimi, largimi, unë e kuptoj atë se si duhet vepruar. Mirë po unë ju spjegoj se si vjen dhe i të rastet në praktik. Ka rastet ralla kur edhe dikush për shkak karakterit që e ka pësën dhunë psikologjike, ka pas kohë, ose në atë moment, hyrje të rënda, ose nuk po du me hi ma tutje se cilat janë rrethana, dhe shkon deri te ushtrimi i dhunës. Por kryesisht këta persona kanë probleme mendore. Andaj, në qoftë se miremi dhe dëshirojmë ta parandalojmë, një ushtrues i cili një herë ka ushtruar dhunë, sepse tëri të vrasja ka ardhur pikërisht për këtë arsye, zakonisht që kemi edhe shumë për keqardhje është se ka ndodhur një numër i madh i vrasjeve, të cilat fillimisht kanë filluar kështu me dhunën në familje dhe pas një kohe ka rezultuar edhe me vrasje. Mirë, po të parandalohej kjo dhe të trajtohej ushtruesi i dhunës, të trajtohej me kohë dhe të rehabilitohej, ai nuk kishte me ndodh hera e dytë, as e treta, e asesi me ardhur deri tek vrasja. Mirë po në mendoj që duhet punohet ma shumë në aspektin e rehabilitimit, të krijohen qendra të rehabilitimit, të trajtohen, të ekzaminohet, të observohet secili ushtruesi i dhunës në bazë të karakteristikave të tij, të gjendet përshtatshmërisht edhe metoda e trajtimit. Sepse kjo ndihmon që mos të vije deri te më e keqja përkatësisht deri te vrasja që ka ndodhur për shkak të dhunës. Edhe një gjë me duhet ta potencoj shkurtimisht, po sepse nuk është përgjegjësi vetëm e policisë, prokurisë, organeve drejtësisë, gjykatës, qendrës për punë sociale. Mirë po, çdo qytetar duhet të kontribuojë në paraqitjen e dhunës, në informimin rreth dhunës, po ashtu institucionet duhet të bëjnë më tepër informime, sepse në drejtësi, në parim thuhet është një parim i drejtësisë që thuhet që drejtësia nuk fillon në sallën e gjyqit, por fillon aty kur viktima fillon të mos hesht. Andaj i bëj apel të gjithëve, të cilët kanë shohin dhunë, që më njëherë ta lajmërojnë dhe ta iniciojnë rastin. E qartë, kjo është edhe një këshill shumë e mirë, për gjithë ata që hezitojnë ta paraqesin dhunën. Unë kisha lënë një mesazh në fund për krejt prind, se kjo tema e dhunës është temë shumë e gjatë, edhe duhet shumë kohë, po unë kisha lënë një mesazh për prind për fëmijët e tyre. Të fëmija dhuna mundet me lënë shumë gjumë të thella, edhe psiqike edhe emocionale. Pastaj mos të harrojmë që fëmijët ma shumë marrin ose shohin ata çka e veprojmë, se sa ata çka ne ju themi. Kështu që ju kisha lutur prind të kenë kujdes momentin sidomos kur është prezent fëmia. Me qartë. Unë falenderoj shumë që ishit sot pjesë e rritës që ndohet informacione profesionale nga secila fushë, po besoj edhe uroj që të kemi sa më pak raste të tilla, që njerëzit të vedisohen edhe numri të ulet kështu. Mirë të urojmë edhe ne të njëjtën që të vedisohet edhe shoqëria, sepse thuhet që viktima përkatësisht që ishte pyetja për fëmijën, atëherë fëmija, siç e dim edhe kolega psikologë, se çdo fëmijë ka trurin sikur një letër e pastër dhe atë çfarë sheh fëmiu kopjon. Andaj uroj që të mos shohin dhunë, po të shohin vetëm gjërat mira dhe të kopjojnë gjërat e mira dhe në të ardhmen të rriten në një frymë shumë të mirë dhe shumë begatshme për ta. Faleminderit shumë. E tani ka ardhur koha ta ndjekim edhe rubrikën që gazetare e rritës i ka sjellë nga tereni. Shohim se çka na ka përgatitur për sot dhe rikthehemi pas pak me pjesën e dytë të intervistës. Ushqyerja e foshnjave është njëra nga dilemat më të mëdha për prindërit e rinj. E pa dyshim një ndimes mjaft e madhe në këtë drejtim janë këshillat prindërore nga të tjerët, sidomos kur ato janë të vendosura në një libër.
Luga ime e parë është libri me 350 receta për foshnje, e përgatitur nga 2 autore nga Maqedonia e Veriut, që tani 10 vite është ndërruar në adresën e sigurt të informimit rreth ushqyerjes së foshnjave. Pas suksesit në gjuhën maqedonase, u vendos që libri të botohet edhe në gjuhën shqipe. Koordinatorja e projektit, Ariana Berisha, flet më shumë rreth përmbajtjes së tij. Ti shumë i lezetshëm është libri Luga ime e parë, e cila i ka 350 receta për foshnje, pra të cilat ndahen nga mosha 6 muaj, pra kur veç fëmijët, bebet fillojnë të konsumojnë ushqimet e para, deri në 12 muaj e më lartë. Pra janë receta të cilat mund të konsumohen edhe pas moshës, pra pas 12 muajve, pas moshës 1 vjeçare. Ariana vlerëson lart mundësitë e reja të informimit përmes internetit, por mbi të gjitha ju sugjeron të tjerëve që të bazohen më shumë në literatura të tilla për ushqyerjen e fëmijëve. Ky libër është botuar për herë të parë në Maqedoni, pra ka qenë tashmë e ka 10 vjetorin e botimit në Maqedoni, ka qenë i ribotuar 7 herë, ka pas shumë sukses. Këto receta i kanë shkruar 2 nëna, pra autoret e librit, Irina dhe Elena, të cilat nga përvoja e tyre me fëmijë, kanë dashur që ta kenë më të lehtë edhe prindrit e tjerë. Ato kanë pas fillim shumë të vështirë, por janë munduar që me receta të përgatitura në shtëpi, të ushqejnë fëmijët dhe të rrisin në atë mënyrë, dhe për atë arsye kanë botuar edhe këtë libër, dhe ku na kanë ftuar neve që me botu edhe në gjuhën shqipe, kemi qenë shumë të habitur edhe të kënaqur njëkohësisht, sepse me të vërtetë e kemi parë që kemi nevojë për libra të tillë në gjuhën shqipe, por gjithashtu shumica e prindërve ka nevojë që të kenë informacione të duhura, të sakta, të cilat e dim që sot në këtë kohë mund t'i gjejnë shumicën e tyre në rrjetën sociale, por gjithashtu nuk mundën të kenë informata kaq të sakta, por dhe receta kaq të mira të shijshme, të përgatitura nga vetë 2 nëna, të cilat ato i kanë provuar në shtëpitë e tyre fillimisht. Tashmë botimin e gjuhën shqipe mund të gjendet në shumicën e librarive në Kosovë. Fillimisht kemi filluar ta shesim në rrjetet sociale, por mund ta gjejnë nëpër të gjitha libraritë, në librarinë Buzuku, Dugagjini, po gjithashtu edhe në disa pika të supermarketeve Shpar dhe Meridian. 350 receta të ndryshme, e secila më shëndetshme se sa tjetra. Me thonë të drejtën, recetat janë shumë të lehta edhe shumë të shëndetshme, të cilat ka shumë ushqimet cilat lejohen, unë e kom ditë paraprakisht që lejohen, unë në vetë nuk jam, po në bazë të shoqeve, motrës, edhe njerëzit që më kanë rrethu, të i pa duke i ushqyer shëndetshëm fëmijët e tyre, e kom pa që nëpër këto receta nuk ka diçka që mundesh me e pa të çuditshme që mund të konsumohet nga këto mosha, pra nga 6 muaj deri në 12 muaj. Këtu ka receta ndryshme të cilat janë me të vërtetë shumë të shijshme, unë i kam provu për vete disa. Është pra fillimi i ushqimit shtesë, gjithashtu ka edhe shumë këshilla të ndryshme për gjithdhënie dhe këshilla të tjera të cilat çdo nënë i duhen, sidomos nënave të reja që janë në pritje të ëmbël për herë të parë. Ka ushqime shumë të mira, ndoshta me ju tregu ndonjë kështu, veç një titull, s'po ja lexoj krejt recetën. Është ta gjej, se vështirë, ka shumë 350. Pureja e parë me panxar të kuq. Pra, kështu mundeni me i gjetë krejt recetat në 2 faqe janë nga 4 receta dhe po shpresoj që të gjitha nanat dhe baballarët, prindrit, se s'po i ndaj kështu, ndjen të kënaqur në këtë libër dhe ju hyn shumë punë, sepse deri tash kemi pas komente me të vërtetë shumë të mira edhe që i kanë pëlqyer shumë recetat. Për bebet e tyre, por edhe për vete. Si thash më herët, i kam provu disa receta të cilat janë shumë të shijshme edhe për të mëdhenj. E përveç recetave, libri informon edhe me këshilla të tjera.
përveç këshillave të tjera që janë për gjithënje dhe të gjitha të tjerat, tregon se si të fillojmë ushqyerjen e fëmijëve nga pra ajo mosha e caktuar nga 6 muaj. Me çfarë duhet të fillojmë, me çfarë perime duhet të fillojmë dhe të gjitha detajet e tjera. Po për ma shumë detaje kështu i kisha ftuar që të gjithë me e ble librin edhe me i pa, me e lexu se me të vërtet është shumë i dobishëm. Edhe prej komenteve që i ko marrë prej shumë nanave, kanë thonë faleminderit shumë që e keni sjellë në gjuhën shqipe se ka pas me të vërtet mungesë. Ky libër është një dhuratë ideale dhe zgjidhje e duhur për prindërit e rinj. Unë veç po i ftoj edhe njëherë të gjithë prindrit, të gjithë ato shoqët të cilat kanë dikë që janë duke në pritje të ëmbël, ose këdo që e sheni dikon që keni qef me ndihmu për me i rritë fëmijët e tyre, ta blejnë, ta lexojnë dhe të shijojnë ushqimet bashkë me fëmijët, me foshnjët e tyre. Në pjesën e dytë do t'i prezentojmë 2 talent të ri të futbollit, të cilët krahas tyre kanë një njeri që i udhëheq dhe që i frymëzon çdo ditë. Agja e njërit dhe babai i tjetrit. Është ish futbollisti, trajneri dhe profesori edukatës fizike. Është ai i cili është udhëheqësi më i mirë i tyre. Sot do të flasim për mbështetjen e familjes, talentin dhe sa ndikon në rritjen dhe në plotësimin e ëndrave të këtyre fëmijëve. Kam shumë kënaqësi që sot në studio kam zoti Zeqir Hasi, profesor. Zoti Hasi, mirë se erdhe sot në RRIT. Po ashtu është edhe Nazif Hasi. Mirë se erdhe, Nazif. Faleminderit. Gjithashtu dhe Aldon Hasi. Mirë se erdhët. Kam shumë kënaqësi që sot jeni në studio, edhe po besoj që po ndjeni shumë më mirë që Nazifi është bashkë me babin. Me Agjin. Me Agjin, dhe Aldoni me babin. Çfarë ndjesi është për juve që keni ardhur në intervistë bashkë me babin edhe me Agjin? Që di që shpju të regu. Ndjesia që e mirë sa s'po mundesh me përshkrua? Mua ndjesia është shumë e mirë. Okej, për me qenë ju pak më të lirë në vazhdimësi të intervistës, po fillojmë me zotin Hasi. Zoti Hasi, tregon pak si fillim qysh ka lind dashuria ka që madhe për futbollin. Po në atë kohë si i ri, ne nuk kemi pas kuhen që kanë këta me telefona, me kështu, në gjithë ditën kemi nejt me tëp, edhe kushtet kanë qenë shumë atë vështira në atë kohë, sepse nuk ka pas shkollat futbollit, qysh ka tash, infrastruktura ka qenë shumë ma e dëpt atëherë, një fushë kemi pas të shkolla dhe ato kemi nejt tërë ditën duke luajtur futboll, dhe këtu ka lind dëshira e madhe që të merrem me futboll. E qartë. Po cili ka qenë një prej momenteve më të bukura gjatë karrierës tënde? Po, unë kam luajtur futboll në Superligën e Kosovës kohë gjatë, edhe kam shumë momente të bukura, po momenti më i bukur është ngritja e Kupës Kosovës me Fernikelin, ku kam qenë kapiten e atë ndeshje, dhe kupën e parë të Fernikelit e kam ngritur unë kur kemi fituar kundër Hajvalis në stadionin e Prishtinës. E qartë, do të thonë ky ka qenë një prej momenteve më të bukura. Po. Hajde, po besoj që tash ju kanë kalu pak emocionet juve. Tregon pak sa vjeç jeni, qysh ka lindë dhe për juve dashnia për futbollin, apo e keni pas modelin kryesor në shtëpi dhe thjesht keni dashur me ndjek rrugën e tij. Sa vjeç je, Aldon? Unë jam 9 vjeç. 9 vjeç. Pse të pëlqen futbolli? Sepse është një sport argëtues dhe relaksues. E pse nuk zgjedhët diçka tjetër për futbollin? Se më pëlqen sporti. Mirë shumë, mirë shumë. Po për ty, Nazif? Mua më pëlqen futbolli sepse është një sport argëtues, po ashtu me shumë shëndet të mirë. Mirë shumë. Kur keni filluar me luajt futboll? Unë fillova të luaj futboll kur isha 6 vjeç. 6 vjeç. Allum kur kam qenë 6 vjeç. 6 vjeç. Cili jeni pak më i mirë? Dëtë. Dëtë jeni, ja. Atëherë ne kisha thonë se Nozi është me elemente shumë ma mirë në futboll, po edhe Aldoni, këta kanë fillu shumë dvëcër me stërvit. Aldoni qysh në fillim ka pas dëshirë me stërvit, por nuk e ka pas interesimin shumë të madh. Sa Nozi prej kohës kur ka fillu ka qenë interesum shumë për futboll edhe është me elemente pak ma mirë. Ky pas një kohë që filloj me stërvit, ju kthy muzikë, sepse përveç futbollit Aldoni ka talent edhe në muzikë,
Mirë. Edhe po do mi ga gjyshit pas që babi ka qenë këngëtar. Po për momentin janë dytë duke ecë mirë me elemente. Futbolli ndikojnë shumë faktorë për me mri, po atëherë mbejtet me punu shumë këta edhe me pase deri ku po shkojnë. Rrugën përpara e kanë gjatë dhe këta janë ende fëmijë shumë të ri edhe po besoj që edhe për gjatë rrugtimit ndoshta edhe kanë ndryshuar krejt. Ndoshta Aldonën e shohim edhe si këngëtare e lën futbollin krejt. A kemi lën futbollin ndonjëherë ajo? Tregom cilin e don më shumë, muzikën apo futbollin? Dët. Dyja ti don. Okej, apo mirësh edhe me muzikë njëjtën kohë sikur me futbollin apo i kushton rëndësi? Po. A shkon në ndonjë kurs për ndonjë instrument apo çka bën? Vesh për instrument tju. Për instrument? Vesh me këndu. Me këndu. Hajde apo na këndon diçka, masi të kam studio sot. Na e këngë që ty të pëlqen ty shumë. Kam shumë këngë të preferuar. Okej, zgjedhë njënën, ose nëse do në të leo kohë me mendu, deri ma vonë. Hajde, me ndët edhe na kënë këngën e gjyshit që ke kënu për ditën e shkollës. Hajde, po ato e kemi po që për ditën e shkollës që ke këndu. Këngën e gjyshës. Hajde shkurtimisht e këndojmë. Hajde. Hajde nisim bashkë, qysh fillon? Ku ma rrëllohen. Emocionet. Ka emocione. Okej, Aldan, hajde s'po të ngucim, ndoshta në ndërkohë kujtohet edhe teksti edhe mundesh me këndoj. Mendo edhe këtë talent dytë që e ke, pse jo? Hajde të regom një kush ju ka mësu goditjen e parë me top. Të regom Nazim. Goditjen e parë me top ma ka mësuar Bobi. Bobi. Mirë shumë. Cili ka qenë, ose cili është pozicioni që luani më shumë? Pozicioni që luaj më shumë është sulmues. Sulmues. Po për ty mbrojtës. Mbrojtës. Mirë shumë. Edhe pse unë kam qenë sulmues, djali po ka ma shumë dëshirë të jetë në vinë mbrojtjes. Okej, mirë shumë. Të regom një pak, që kam i mësoni ma shumë atyre? Me qenë se jeni dhe profesor dhe... Po, unë punoj edhe në ta kanë fatin që ju kanë ofër, sigurisht. Nësë punoj profesor, po këta është koha që ma shumë të i këshilloj, pasi që e kanë fazën janë të ri për me fillu me ngarkesa dhe me punë shumë më të madhe. Mirë, po këshilla ime që javjab gjithashtë që të punojnë shumë dhe të kenë karakter shumë të furë, sepse në sport duhet karakteri. Unë dikun prej 2010-ës punoj edhe jam koordinatori shkollës futbollit Feroni Keli dhe e shoh që problemi kryesor të gjeneratat e reja është karakteri i dobët. Si të mrinë atë fazën 16 dhe në 18 vjetë, fillojnë me mu largu prej futbollit, kapen me gjëna tjera dhe e lojnë anë ashtu, pind duke mos pas karakter të fortë, se nësë për du me mujtë me mri. Ato është faza kryesore kur do të shumë punë dhe me dalë në dritë një talent. Unë menoj që të gjeneratat e reja po mungon shumë karakteri i furt. E qartë, jeni ma i rrept kështu si trajner, apo ma i butë shka ko që jeni babë dhe agji? Edhe me këta, edhe me gjithë futbolistat që i kam dhe generatat që i kom kalu prej 2010-ës që punoj me generata, njihem si trajner ma jafërt, po ne edhe kur jemi licencu, unë jam me licencë UEFA në Tiranë, kemi mësu që du të mu identifiku se cilët karaktere që i ki du i menagju, edhe unë mënuna ashtu me identifiku, sepse në bazë karakteri du të edhe mi trajtu edhe lejtarë, se nuk mund është gjithë dhe njëjtë mi trajtu ose mi bërtit shumë, ose se ka njerë një thmi dënë nëse i bërtet shumë e shumë në loj, ka njerë 10.000 dojnë për mi bërtit pak, për me dhejës gjatë lojës, kështë që në bazë karaktereve edhe ne veprujmë. Mirë shumë, kjo është një sistem gogja i mirë, se mundet me ju ndiku shumë mirë pozitivisht edhe fëmive. Po, qysh ndjeni ju si agje dhe si babë që fëmijët, të më thonë djali edhe nipi, po ndjekin rrugën të ndër? Po, është knatësi, për tash edhe kanë ardhë mundësit shumë më të mira, është knatësi kur ishe mundohem të përkraj që të merën më sport, të ikin pak pej telefona, pej gjënav të kota, edhe une për se cilin prind është knatësi me po thmine e vetë, ose edhe nipin për të i pas një karierë të mirë, po këty një metet me punu shumë, sepse në futbol do të shumë punë dhe sakrificë. E qartë. Nazifi të rashëgon edhe emrin e Stërgjyshit, me sa e di. Qka ka të përbashkë sa Nazifi me Stërgjyshin? Ka diçka që mundesh me cekë? Po, ale është ju formu si karakter, Babgjyshi ka qenë karakter shumë i furt, unë ju në trevë si karakter, si njeri me karakter shumë të furt, me besim shumë të furt, edhe ato ku ka
qitë cokin ka arrit. Edhe unë mendoj që edhe nozit e trashëgoj këtë karakter që aty ku mendon të arri. Duke që është i vendosur si tip, kështu në. Po, ashtu ka qenë edhe babgjyshi që kemi thonë baba Naziv, edhe ky mendoj të jetë me atë karakter të fortë që të arrit gjitha qëllimet në jetë. Mirë shumë. Cila është këshilla që ju jepni gjithmonë fëmijëve? Po në përgjithësi, unë ju thamë që këshilla ime për gjithë gjeneratat e reja, ju veç në futboll, për në gjitha sportet është ta duajnë sportin, të punojnë fort, mos presin sukseset të menjëhershme, sepse ato vinë me kohë, të ndëgjojnë treneret, të duan prindit, të respektojnë mësuesit, sepse edukimi edhe sporti duhet të rrugtojnë bashkë për një karrierë të mirë. Edhe kjo që e potencova edhe ma herët, të punojnë fort, të besojnë vetën dhe të kenë karakter të fort, sepse karakteri në sport është po aq i rëndësishëm sa talenti. Me qartë, sigurisht. Po du me ju bu disa pyetje të shpejta dhe kush më përgjigjet ma shpejt fiton. Hajde, tregom një cili është ma i shpejt për juve dyve në futboll. Nazi. Nazi. Cili shënon gola ma shumë? Unë. Krejti, ha? Apo i ndihmon bile edhe Aldonit? Po. Kush zemrohet ma shpejt kur hum? Kush bëhet nervoz? Kush e merr kështu afër zemrës? Aldoni. Ti e merr afër zemrës. E ti e menaxhon më mirë, po? Po. Kush stërvitet ma shumë? Kush është ma i disiplinum? Unë. Po sa i përket sukseseve në shkollë, Unë. cila lëndë ju pëlqen ma shumë ose Matematika. Dyve ju pëlqen matematikë. Cili jeni ma i mirë matematikë? Garant është Aldoni. A? Dët. A, dët. Ky po e mban trofeun. Po. Dytë janë të mirë shumë mësime, Aldoni është viti i tretë me radhë që e fiton mirënjohjen si nxënësi më i mirë në klasë. Edhe ka mirënjohje edhe në garat nivel të Kosovës në matematikë. Në matematikë është shumë i mirë. Mirë, për në mësime janë përgjithësi dytë mirë, për kjo dallon matematikë sepse ka fituar edhe çmime. Edhe është viti i tretë. Aldoni pas kemi me shumë talente. Po. Me qenë talent në matematikë është goxha e rrollë kështu. Ç'është bën me undi fakti kur ti i gjen gjithmonë ato përgjigjet matematikore i pari në klasë? A ndihesh mirë? Po. Kush ju ndihmon më shumë në shtëpi me detyra, babi apo mami? Veti baj. Veti bën, nuk i nevojë për ndihmë hiç. E Nazit apo i ndihmon herë? Ndonjëherë. Ndonjëherë. Ju jeni edhe në klasë bashkë apo jo? Jo. Kjo është klasë, tash del klasë 5, ndërsa Aldoni është në klasën e 4. Okej. Tash ka dalë në klasën e 4. Mirë shumë. Aldoni ka fituar edhe rënditjen për me qenë në Baku, në Azerbajxhan, për shkak të situatave që të ndodhen luftrat, është anulluar se ka pas më shku me prezantu Kosovën në garat e matematikës në Baku të Azerbajxhanit. Wow, a e ke prit, do me thonë shkuarja në Azerbajxhan dhe me siguri ke qenë shumë emocionuar që ti ke me qenë përfaqësuesi i Kosovës, apo? Po. Qysh ndihesh që e zgjedh ti me përfaqësu vendin tonë? Jam gëzu shumë. Je gëzu shumë. A pret që në tarë me pas me qenë pjesë e garave të tilla? Po. Mirë. Këtu po dukeni shumë turtë. A jeni edhe në shtëpi turta, bëni sherrë atje në shtëpi? Po edhe atje jeni turtë. Edhe atje jeni turtë. Që më tregon Agji edhe babi, a janë turtë? Janë tipa gjallë, është shumë interesant, janë shumë dytë të edukun shumë, mirë po derisa nuk janë bashkë, kur në momentin që bëhen bashkë, atëherë rrezet atmosfera me njerë. Për çka kapeni më shumë në shtëpi? Për çka e ngusni më shumë njëri tjetrin? Nuk ngucën shumë rrallë do më ngucë, po veç e bojnë, që thojnë, atmosferën të i bozhurëm, nuk mujnë me full me të nëtëll, të i bo veprime, të kështu, po... Mirë shumë. Si familje futbolistësh, artistësh, e shumë të tjera, qysh është atmosfera në shtëpinë e juaj? Tregoni. Po, të na baba këngëtar, edhe motra kosovarja, tash është pak në pauzë me muzikë kosovarja. Unë edhe unë kam pas qef të jem këngëtar, po se kam pas dhënti këto, më ka linë talentin sport dhe ju merë këtë jetën me sport. Ashtë atmosfere mirë, në familja është knatësi,
vërtet. Mirë, atë pasionin e fshet që ke pas për muzikën tash po e trashëgon Aldoni, Po, edhe pjesën e realisht më me sportit. përkrosh shumë muzikë, Aldonin, po ky e do ma shumë sportin. A talentin e ka një kësir, unë mendoj nashta që veç ma shumë e ka talentin muzikë, që shumë kanë thonë edhe prindi që është muzikant, edhe mësusat e muzikës që notat i nxanë mirë atë në muzikë e ketë, po ky e dërë ma shumë futbolin se muzikën. Varet, ka ko me vendosende, po. se mundet me ndryshu rrugtimi. Ashtë ma i rep të Agje dhe babin shpe, anë fush të futbolit? Jo, asë njënën. Asë njënën, është shumë i but me uve, gjithmonë është shumë i but, Agje? Sa po në dëgjeni, sa po i mërë një këshillat e ti për bazë? I ndëgjojnë gjithë këshillat. Mirë shumë. Për gjithë ata bashkëmoshatarët juaj që dojnë futbollin, po ndoshta nuk guxojnë me marrë atë hapin e parë, se shumica mendojnë që me qenë pjesë e futbollit do të me qenë perfekt, edhe ndoshta shpesh e lojnë anash edhe nuk e marrin guximin edhe me u regjistru. Çka kishit me ju thonë atyne që dojnë futbollin, po që s'guxojnë? Atyne do të me punu shumë, sepse prap arjetë. Unë kom pas... Dhe të mos dërzuhem i korë. Bravo, Aldon. E kom pas një rast me një trener Gjerman. E kom pas një rast me një trener Gjerman, kur kemi qenë gjatë ligjerata për licencë dhe me pa të thonë, në Gjermani shumë gjenerata, për shembull që vjen të U17 lunë për kombëtaren, të U19, të U21, kur vjen kua me ardhë në kombëtaren A, ata fillojnë me pasë ramje. A shumë talent që nuk kanë qenë as të U17, as të U19 në kombëtare, kur vinë të kombëtarja A e kapin suksesin edhe dalin në dritë si futbollit. Po du me thonë me to që edhe një fëmijë që shumë pak ka talent, nuk i dihet gjatë rrugës, sepse me punu fort, me me karakter të fort, ai mundet me dalë në dritë. Mirë, me pas karrierë sukses. Në këtë sport, është të rëndësishme me pas më shumë talent apo disiplinë dhe punë? Bazë përvojës që për thamë normal talentin nuk diskutohet, mirë po ma shumë dalin në dritë edhe arrin muajt e futbollit tipat që kanë karakter të fort, punë dhe disiplinë. Mirë shumë. Po si ishe gjeneratat e reja, do me thonë me gjitha mundësi që tashmë i kanë në krahasim me vitet e kalume, sa po e dojnë sportin në përgjithësi, jo vetëm futbollin, po sa janë të angazhuar dhe çka kishe me ju thonë gjithë atyre që përna? Unë thash potencova edhe më herët të gjeneratat e reja i kanë kushtet shumë të mira tash. Domethënë infrastruktura veç ka ardhur te secila shkollë e futbollit me ka një fushë sintetike apo edhe me bari natyral. Edhe prind për përkrajnë shumë, për shembull unë e shoh se cili prind të na vjen me fëmijë servitje e merr, domethënë është edhe shpenzim, edhe humbje kohës e prindit që ja kushton fëmijës në futboll, mirë po fëmijët janë me karakter pak më dobët në këtë moshë. Ata fëmijë që po kanë karakter të fortë edhe po jetin, po dorëzohen lehtë, për shembull ki fëmijë të U17, nëse 2 lojë treneri s'kam rri me shtin 11 që por e kalon rezervë, a i me një herë thët ja, unë nuk vi mo me lu futbol, se nuk më ka shti treneri. Këta janë tipa që janë me karakter dëpë. Për kundër asaj që ti kur nuk më rinë me hinë 11 që të por, ti me pos karakter të furë, thu du në ka me punu edhe njëherë ma shumë, edhe ka me binë trenerin se unë do t'jem 11 që të por. E kja është mungesa e karakterit, është të shumë talent që edhe shymin. E qartë. Tash jemi në kohën që po e ndjekim krejt botrorin. Apo e këshur një vazhdimisht to? Nuk po i kas një ndeshje, apo? Po. Me cilin ekip jeni? Unë me Argentinën. Me Argentinën. Edhe me Argentinën. Edhe te, ju s'qenë këtë kundërshtarë shtu në futbol. Gjithmonë njëjtë. Ta janë tipa dytë, i dojnë edhe Mesin edhe Ronaldo në dytë. A, dytë i dojnë. Interesant se zakonisht anojnë fëmijët kështu. Ose Ronaldo ose Mesin. Cili është pak ma i mira, Ronaldo a Mesi? Mesi. Dytë. Unë besoj që Mesi. Mesi tamam ka lind me talent, edhe kemi 2 shembuj që njëri ka talent shumë në futboll, tjetri për shkak të disiplinës dhe punës ka arritur këtu ku është. Cilin e përkrahni ju më shumë? E kishit dashur me ndjek rrugën e Ronaldos, që ka pas pak më të vështirë, apo të Mesit, që ka lind me talent në futboll? Dëve për pak më shumë të Mesi, sepse ai ka më shumë talent në futboll. Edhe pak më duket e ka, edhe sa gjatë e ka karrierën Mesi? Mesi është thash 39 vjeçar, mirë po me performancën që po tregon edhe në këtë botror, besoj që nëse s'ka ndaj lëndim, ai do të vazhdoj
karierën, ka tregu këtë botëror të performancë shumë të mirë. Sa më i vjetë që po bëhet bilin botëror, po tregon performancë më të mirë, sepse në kohër kur ka qenë top formë në Barcelonë, me Argentinën nuk ka mujtë me mri shumë suksese, ndërsa tash në botëror, po, krejt performancë tjetër. Me këtë mosh është një pe gëlqenuese më të mirë këtij botërori, edhe pse unë jam simpatizuesi i Mesit, mirë po këtë botëror nuk më ka bindë shumë Argentina, po prap nuk i dihet, edhe pse unë personalisht e kom po Francën si favorit pak ma absolut për tjerëve, po e po më dje që ka i herë individ nuk ndikujnë se i kinë mrena, vendos një trener që din me bo një vendosje të mirë, din që apo dënë këndër, kështë analizu lojën e Francës mjaft mirë edhe nuk i la hapsin Francës edhe unë mendoj që e boni më bon ekip të vogël Francën dje Spanja me lojën që e patë, nuk Franca shumë e vogël. Me qartë. Mbappe, a ju pëlqen ajo? Pak. Jo këta, veç Mesin për i kanë. Edhe Ronaldo po e lojnë anash në këtë rast. A keni me mërzit kur Mesi të pensionohet? Apo? Njëllë Ronaldo dhe Messi. O të dytë se në të njëjtën mosh janë duket. Nga 39 vjeç, apo? Ronaldo 41 vjetë. Wow, stip se pas na mendu që është ma i ri. Ronaldo është 2 vjetë më i madh. Okej, cili është një mesazh për krejt bashkëmoshatar që po na ndjekin? Hajde një mesazh të shkurt, edhe po e përmbyllën, s'po du me ju mbajt ma gjatë. Që ata të ushtrojnë sa më shumë futboll, po ashtu të ushenë shëndetshëm dhe që të rinë sa më pak në telefona. Bravo, Nazi. Kjo është një këshill shumë e mirë për krejt ata që po na shohin. Hajde, Aldo, një këshill për bashkëmoshatarët. Si dëgjojnë këshillat të trajnerit dhe të mos dorëzohen kurrë. Mirë, shumë. Një këshill, zoti Asi, për krejt ata që po na ndjekin, sidomos prindrit, cilët të duhet realisht i përkrajnë dhe që t'jenë ndoshta edhe frymëzim për fëmijët. Po, unë që ato që e potencova të duan shumë sportin, të mos zhgënjen pas humbjeve, sepse edhe humbjet janë pjesë e një suksesi, ndërsa për prindrit një mesazh që t'i përkrajnë fëmijët, por mos t'ju ndërhyjnë, mos t'i analizojnë lojet e fëmijëve pas ndeshjeve me fëmijët, sepse ju ndikojnë negativisht. Prindi e ka për obligim me qute fusha, me lujt lojen, pas lojes me marë fëmijën, me lut, apo do me pi diçka, ju me analizu. Problemi maj madh është të ne që prindit ju bojnë presion fëmijëve duke analizu pse e hupe gullën, pse e hupe tupin, pse gabove këtu. Edhe fëmija fillon gjatë ndeshjes me mendu që kur te hup tupin që ta shunin kur shkojnë në vetur të prindi, ka me më thonë pse ke hup kështu edhe fillon një ngarkes psiqike. Pajtohem shumë me këtë që e the, sepse ka raste ku fëmijët e kanë lënë ndoshta edhe komplet futbollin, shkaku që presionit. Unë pikërisht Astrid Mashi ku edhe jemi licencu si trener, e kum pyet, kum thonë, çka është në pyetjet e prind që ndërhyjnë, edhe çka do të më thonë, prindi vetëm do të më marr fëmijën me lut gjatë rrugës apo do me pi diçka, edhe absolut mos më merr me analizën e lojës. Sigurisht, ka kush analizon, ka kush merret me këtë pjesë. Këshillon e analiza bëhet e trenerit pas lojës në servitin e parë, bëhet analiza dhe i tregohet ku ka gabu, edhe pse ka gabu, ndërsa lojtari, ata që janë lojtarë të mirë i kapin gabimet me ku edhe mënyrën me evitu edhe për shta dhe ecin. Ai që nuk i kap gabimet që i përsëritin, ai edhe për shta edhe stagnon nuk mundet me ecë shumë. E qartë. Kjo është një këshill shumë e vlefshme, sidomos për prindrit, dhe po besoj që do ta marrim parasysh pak a shumë pas këtij emisioni, sepse realisht prindrit duhet të jenë frymëzim, mbështetje shumë e madhe për gjithë ata fëmijë që dojnë me u angazhu në një sport, e jo të jenë e kundërta, sikur kjo që e cekët. Faleminderit shumë që ishit zot pjesë e rritës. Unë kam kënaqësi që edhe u gëzova shumë që i pata edhe 2 fëmijët në studio, na kanë përcjellë një energji shumë të mirë dhe pozitive. Uroj t'ju shoh në majat e futbollit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kaq kishim për këtë ditë ashtu, po besoj që nga secila intervistë ju keni mësuar shumë edhe realisht edhe jeni frymëzuar. Ne bashkë do të shihemi edhe në episodin tjetër të radhës të shtunashme nga ora 11:30. Deri atëherë juve uroj vikend të këndshëm. Ky emision mundësohet nga
Telkos, Bruno.